Egnatia për të blinduar vendin e parë dhe Elbasani që shpreson ende të kap trenin e Final Four premton një 90 minutë shumë interesant. Ju përshëndes të gjithëve miqtërë të Shsport. Do të shijojmë së bashku Egnatia Elbasani në këtë të hënë që vjen me dy super sfida. Pasi në mbrëmje do të vi edhe derbi Tirana Partizani. Një ditë e rëndësishme sot, sigurisht për qytetin e Rroguzhinës, për Egnatia në veçantë dhe për futbollin shqiptar në përgjithësi. Pasi sot do të bëhet inaugurimi zyrtar i Egnatia Arena, impiant modern i rindërtuar, falë sigurisht vizionit dhe kontributit të presidentit Egnatias, zotit Agim Temrozi, si dhe mbështetjes së rëndësishme nga Federata Shqiptare e Futbollit. Janë investuar mbi 2 milion euro për përmirësimin e këtij impianti sportiv në nivelet e stadiumeve europiane, i gatshëm tashmë edhe për të mirëpritur turne ndërkombëtar si kampionati europian U17, gjatë të cilit 3 ndeshje do të zhvillohen pikërisht këtu në qytetin e Rroguzhinës. Dhe një plakat për të nderuar sigurisht inaugurim zyrtar. Me presidentin Duka dhe zotin Temrozi që tashmë përshëndesin gjithë futbollistët e dyja skuadrave. Sot sigurisht ndeshje e rëndësishme, Egnatia për të blinduar vend e parë në klasifikim, ndërsa Elbasani për të mbajtur gjallë shpresat për vendin e 4, 4 pikë distanca me skuadrën e Partizanit, ndërsa Egnatia tashmë me 6 pikë ka një distancë sigurie nga vendi i 3, që është Vllaznia, dhe siç e dim në Final Four dy vendet e para kanë avantazhin e një përrezimi, por sigurisht luhet edhe për vendin e parë që ka dhe shpërblimin financiar nga Federata prej 100 milion lekë. Sigurisht të rëndësishme, por sigurisht edhe për rregullin e një skuadre mbyllur në vendin e parë sezonin e rregullt së 6 javësh. Kjo sfidë e sotme do të gjykohet nga Erion Stari. Në sistemin VAR do të jetë Olt Ferataj për kaluar tek aksionet. Skuadra e Egnatias luan sot me Dajsinanin Porc. Janë Fangaj, Dylis, Alijev dhe Zeinulaj. Kadërshja e mbrojtjes improvizohet Zeinulaj. Në kadërshën e mbrojtjes Aleksi dhe Fernando. Dyshja e mesfushës, Kasa, Lushkja dhe Sergio Ujka mbështesin Salju Guindon në majën e sulmit. Ndërkohë në krahun tjetër, Elbasani luan me Totoshin Port, pasi Abalora, siç dihet, e ka humbur sezonin. Lila, Olberkis, Lulaj dhe Kasa. Katërshja e mbrojtjes, Arsen Kasa dhe Dros. Dyshja e mesfushës me Joel, Qose dhe Lukili në mbështetje të Cages në majën e sulmit. Egnatia ka një bilans më pozitiv këtë sezon, e ka mundur 2 herë Elbasanin, ndërsa dueli fazës parë është mbyllur në barazim. Ecuria në këtë javë të fundit është pothuajse identike, ka nisur me topin e parë që e luajnë miqtë, përvohet me njëherë topi gjatë drejt Cages. Është Zeinulaj që i largon. Dros në vështirësi. Lukili. Pasimi i tij kemi pasur të bëjmë marrje të topit me dorë. Nuk vlen ky aksion. Alijev, përveç Malotës edhe Ndrecës që janë mungesa që tashmë dihen tek Egnatia, sot i shtohet edhe Xhemaili, tjetër element i rëndësishëm, dhe është improvizuar në krahun e majt. Zeinulaj.
Në 5 transfertat e fundit, duhet thënë që Elbasani ka marrë 4 barëzime dhe një fitore, 0-1 ndaj Laçit, vjen me një ecuri goxha pozitive. Si Egnatia, si Elbasani janë 2 skuadrat e vetme që nuk janë mundur në asnjë ndeshje në 5 të fundit. Qose, heroi i sfidës ndaj Tiranës. Joel. Lila. Vërnohet disi, gjithsesi rivënia anësore i përket Elbasanit. Cage. Topi prapa më pas nga distanca, kjo goditje e kontrollon Dajsinani. Fokusohet edhe Gvozdenovic në 8 ndeshjet e Egnatias, 2 fitore, 2 barëzime dhe 4 humbje për të shohim fillimisht të aksion. Topi në qendër! Sa rrezikshëm, i afrohet shumë golit Egnatia me Sergio Ujkën. Olberkis. Lulej. Klevis Kasa. Qose. Nuk i shkon ai pasim, gjithsesi Elbasani mbetet në zotërimin e topit. Lukili e kthen prapa deri tek kapiteni Lulej. Ky edhe më prapa tek Totoshi. Lila. Lulej. Klevis Kasa, ky vertikalizim shumë i bukur për Cage. Topi devijohet e më pas një dorë djathtë shpëtimtare e Dajsinanit. Kërcënues Elbasani. Ai pasimi ishte vërtet shumë i bukur. U diti me njëherë Cage dhe i devijimi ja vështirësoi dhe më shumë punën Dajsinanit që gjithsesi arriti tante portën të papregur. Vjen në arkimi drejt shtyllës parë, rrezikshëm Alijev e nxjerr prej aty me kokë më pas Zeinulaj për vonë të nisë Kasën e lë me të parën për Fernandon. Fernando kërkon të ndrojë krahun e lojës dhe bën saktë Regil Lushkja. Ideja për të shërbyer për Kasën, pasimi jo siç duhet në krahun tjetër. Është Klevis Kasa që ndoshta mund ta menaxhonte dhe më mirë atë situatë. I dhuron kundërshtarit tashmë këtë rivënie anësore. Kemi 3 Kasa sot në fund, 2 vëllezërit e Elbasanit dhe Redi Kasa tek Egnatia. Sërish pjesëmarrje e konsiderueshme e tifozërisë vendese edhe në këtë pasdite të së hënës, por dhe një numër i madh tifozësh të Elbasanit në tribunën mike. Alijev. Mbete ekuilibrin, por për fatin e tij të mirë nuk ishte as Joel dhe Cage pranë tij për të përfituar. Qose.
Mes parën për Tsagej që fiton këtë faul. Qëmë zësje dhe shmën kjo goditje dënimi. Tek topi Klevis Kasa. Vjen rrgimi drejt zonës, shkonduar dhe Dajsinanit parezik. Aleksi. Aliev. Topi përpara me Guindon që nuk e kontrollon dot, më pas Lushkja kërkoi të përfitonte nga dalja disi me vonese Totoshit. Dy qendërmbrojtësit po prisnin daljen e tij. Lulaj. Olberkis. Pasimi gabuar, Kasa nuk e kontrolloi siç duhet, gjithsesi ishte Aleksi aty pranë që fiton tashmë këtë rivendje anësore. Ujka. Përvon gjej Kasën, bëdhe sakt Lulej. Dros. Pasimi në të majt për Lukilin, që nuk e mban dot brenda vijave. Ndeshje shumë e mirë edhe Lukilit. Jemi në kaluar përballë Tiranës. Sergio Ujka. Pasimi për Lushken. Mes dy kundërshtarëve, e humbet zotrimin, më pas edhe Kasa provon të ndihmojë dhe Jadel, por më pas gabon pasim Lushkja. Seri gabimesh radhazi në mesin e fushës. Është Aleksi ai që thyu aksionin e Elbasanit, ose më sakt dhe tentativ për të qenë kontrollin e topit. Aliev. Fernando Prava. Dulis. Zhvendos lojën edhe njërë në krahun e djathtë tek Redi Kasa. Fangaj. Aleksi. Gjen sakt në të majtë Zeinulajin, që gabon një pasim fare thjesht për Ujkën. Përvon tashmë Elbasani të dalë me Qosen. Tu pasimi ishte interesant për Dros që nuk e mbriti, gjithsesi Lukili tashmë. Vjen Klevis Kasa në mbi pozicion, por e shërben gabim Lukili. Lushkja ka ritëm sfida. Përvon nis Klevis Kasën. Redi Kasën ishte ndërhyrje e Arsen Kasës, o Elbasanit, që ndali vertikalizimin që mund ishte i rrezikshëm. Pasimin qendër, edhe ky i gabuar Lukili. Lulaj. Olberkis. Tjetër gabim Fushinraki Dros. Sergio Ujka. Guindo. Edhe ai nuk e kryen dot siç duhet spondën. Nxitohet në krahun tjetër Bledar Lila, që e dorëzon vetë topin tek kundërshtarët.
Ujka. Egon Lulej. Edhe një Regnatja. Bruno Lulej. Olberkis. Kraun e djathtë Bledar Lila. Delmir Elbasani tashmë me Kasën. Topi drejt zonës i ullët, mbyllet nga Alijev Fernando. Zeinulaj. Është ndruar në një xhol për Thetovën që mund ta vendosë paktën e kemi parë në 5 pozicionet ndryshme. Këto për Redi Kasën tashmë. Shërben për Fangajn me njerë drejt qëndrës. Largon Lila. Sagen kraun tjetër. Mes dy kundërshtarëve e humbet topin. Albano Aleksi. Kasa. Pasimi më në qendër. Alijev. Fernando. Përvon shërbej Zeinulajn. Marrje mirë e ti, më pasi afrohet Bledar Lila. Qëndërin sakt pa faul. Këtu top shumë i fort i kthyer tek Lulej që e menaxhon siç duhet situatën pa rrezikuar. Ka një faul tashmë të Aleksit. Ky është momenti. Ka shkuar tek topi pa faul Lila. Pasimi prapa për Klevis Kasën. Këtu Lulej përqosen Gabonaj, është Kasa që e kthen drejt tek Dejsinani. Alijev. Nga 2 fitore dhe 3 barëzime në 5 javët e fundit për të dyja skuadrat ecur identike. Tjetër gabim nga Joridhënia Anësore. Ka shumë nxitim nga të dyja skuadrat në pasime ndukje fare të thjeshta që janë gabuar në këto 15 minuta. Nga një rast i rrezikshëm për të dyja, Ujka për Regnatjan dhe më pas Cage për Elbasanin. Fiton Joridhënia Anësore tashmë vendësit. Guindo. Kasa e kthen prapa, pa rrezikuar tek Totoshi.
Alijev. Dali mirë nga situatë në zonat ngushta, vendasit të shmëluesh vendoset në krahun e djathtë Fangaj. Përvëndgjej Guindon, sponda e tij për Lushken, pasimi ishte i fortë, largon Klevis Kasa, mbron këtë rivënjë anësore Fangaj, që përvon të nxitoj me njerë për Redi Kasën. Driblimi i parë i sakt, më pas Guindo, edhe njerë për Kasën, që nuk o detë siç duhet. Blokohet nga Kasa tjetër i Elbasanit në momentin e fundit. Kombinimet shumë të bukura mes Redi Kasës dhe Salju Guindos. Sigurisht, ndoshta ka nevojë për një gol më shumë se të gjithë Redi Kasa. Nuk kanë munguar performancat e mira, por ende nuk ka shënuar në kampionat këtë sezon. Ka realizuar vetëm një gol ndaj Bylisit në çerek finalet e kupës. Lila. Edhe i rëshket u dhuron në rivënjën anësore. Lushkja. Pasimi sakti ti për Ujkën. Vjen Zejnullaj. Pasimin qëndër. Nuk ishte për askënd. Largohet nga Klevis Kasa. Drës. Joel shtyn përpara nga e djatha. Mund të shfrytëzoj shpejtësinë e tij. Henry Joel. Pasimin qëndër për Cage. Shkon jashtë. Çfarë shpërdoron? Një super shans për Elbasanin në kundër sulmin, që për paksa nuk rezultoi vrastar për Regnatian. Me shpejtësinë e Joel, shërbimi ishte vërtet shumë i mirë për Cagen, por e shpërdoroi edhe për pakënaqësinë e Gvozdenovic, që me gjast nuk u besoi syve në atë moment dhe shanset e tilla të arta vinë shumë rrallë në 90 minuta. E kishte edhe tek e majta te këmba e tij më e mirë Cage. Nuk po vjen ende zhbllokimi i sulmuesve si Cagesi, Zegomesh, janë plot 7 ndeshje rradhës në kampionat ku tek Elbasani nuk shënon asnjë nga lojtarët e sulmit, jo vetëm Cage apo Zegomesh, por mund përmendim Lukilin, Lajthian që ka qenë titullar në gjitha këto ndeshje të fundit, apo dhe Joel. I fundit që ka shënuar ka qenë pikërisht Cage në ndeshjen ndaj Bylisit në Ballsh, ndërsa përgjatë këtyre javëve decisive kanë qenë golat e Mustës, në Laç fituar me një autogol të Shabanit dhe ndaj Tiranës 2 gola të Qosës. Këtu e djathta qendrore e Lukilit. Alijev. Zejnullaj. E rifiton topin shumë shpejt Elbasani. Kasa. Rikuperon Ignatia. Provon ta dërgojë me njëherë topin drejt sulmit dhe gabojnë Lukili. I vjen nga pasmine Fangaj. Ky mund të jetë një aksion i rrezikshëm. Me njëherë për Guindon qendër që nuk vije dot në zotrim. Qose për Joel është Alijev që mbrini parë tek topi, duke lexuar gjithçka mirë. Ujka në vështirësi, gabon ai. Rivënjë i takon miqve, janë minuta më të mira për Elbasanin këto. Rrezikoi 2 herë me Cage dhe Lukili. Rivënja këtu e gjatë, Joel.
Të radhë mbyllet pa faul nga Dylis. Ke mbetur i dëmtuar sulmuesi i Elbasanit. Loja Dhion. Ngrihet tashmë Joel. Një ish i kësaj sfide duhet thënë. Ka kaluar 2 sezone tek Ignatia, këtu Lukili dhe njëherë ka pranqosen. Preferon të bëjë gjithçka vetë, topin zonë, Dylis me kokë largon shtyllën e parë dhe duhet mjaftohet me goditje nga këndi. Lukili. I preferon sigurisht Elbasani, është nga skuadrat që është më e rrezikshme në goditjet nga këndi. Shojmë çdo sjell krosimi i qosës, shtyllën e parë largohet pas Lukili, e mban ende aty Elbasanin. Lila. I vjen Dylis. E fiton atë duel. Guindo i kthyer shumë pas. Zenullaj. Aleksi. Shfangaj i hapun në kraun e djathtë. Shtyn vetë përpara Aleksi. Shmang dhe Lukilin, më pas fton aksion. Fangajin, topi ulet. Jo shumë i rrezikshëm. Lukili, qose. Këto kombinime në fund kupton gjithçka Lushkja. Fernando. Provon të shërbej me njëherë drejt sulmit, ai topi devijuar, do të kemi goditje nga këndi. Kasa. Është i lirë Aleksi. Nuk preferon të krosoj, pasimi për Fernandon. Ujka duket sigur merren vesh me njëri tjetrin pa u parë fare në këto kombinime. Këtu kontaktin zonë dhe ka simulim. Ka simulim sipas gjyqtarit Bastari, që ka gati me njëherë kartonin e verdhë për Alijev, që nga ana e tij duket se insiston që ka pasur një kontakt dhe ka mbetur i dëmtuar. Duket shumë i bindur në vendimin e tij Bastari. Pret ngritjen e Alijev për ta ndëshkuar për simulimin. Shojmë dhe njerë. Në fakt duket që kontakt kishte, por do shë janë në limitet e penaltisë. Më pas aksioni, Totoshi bën më duhurën, sepse ishin 3 fanellat bardha që prisnin të shfrytëzonin ndoshta një pasiguri të tillë, por arriti ta zotëronte plotësisht topin pas asaj të djathtë. Lulej. Top drejt sulmit Joel Cage tashmë i zhvendosur shumë në krah. Vjen arkimin në zonë. Nuk u det dot Joel. U duk sikur la fillimisht avantazhin, por ndalojën gjyqtari, duhet këtë pasur përplasje ndoshta kokë më kokë dhe është e nevojshme që loja të ndalet me njëherë. Dhe duhet ndihma e stafit mjekësor tashmë. Provojnë ta elektrizojnë edhe më shumë atmosferën të dyja tifozërit.
Numër Guxha i knaqshëm në tribunat e Ignatia Arenës për këtë ndeshje që deri tani nuk na ka zgjënjur, ka qenë interesante. Fokusohen dhe tifozët e Elbasanit sigurisht për të përgëzuar dhe ata janë të shumtë në numër në këtë transfert. Dhe të tilla pamje me tribunat e mbushura sigurisht do t'i donim në gjitha stadiumet tona. Shohim në këtë momentin ku ka mbetur i dëmtuar Alijev, që ndoshta u fut mes Aleksit dhe Joel në atë episodi pa fat. Gjithsesi asgjë serioze për të, do të rikthehet në fushë. Lulej që markoi mirë Guindon në atë episod. Tashmë Klevi Skasa nuk e mbrin dot topin me kokë. Lushkja. Përvendje i Guindon, gabon dhe ai Lukili. Gabon me këtë top të gjatë pa adres. Kasa. Aleksi. Pasimi drejt Zeinulajt. Nuk I shkon e top drejt zonës, gjithsesi është Ujka që ruan zotërimin më pas krosimin drejt shtyllës dytë. Totoshi e bën të tij topin, duke mos lejuar të shkojë tek Redi Kasa. Janë plot 17 javë kur Ignatia ka qenë kryesuese e kampionatit këtë sezon. Elbasani vetëm në një javë, në javën e 4 e ka parë vetëm në vendin e parë. Kreu që ka ndruar më së shumti pas Ignatias është Partizani me 11 javë dhe Dinamo Vllaznia me nga 2 javë respektivisht që kanë qenë në krye, ndërsa vijon të jetë aktive. Gara për vendet e Final Fourit dhe sigurisht vendit është ende në lojë. Do të kemi një Vllaznia Dinamo në fundjavë të shtunën, sfidë decisive sigurisht për vendin e dytë. Dulis ndërpritet, ai pasimi I tij nga Arsen Kasa. Fangaj. Lukili. Kasa për Qosen. Lukili shërbet përsëri e I afrohet Dylis, topin qendër, jo siç duhet. Del Sinani që lexon gjithçka, duke përfituar edhe nga pasimi jo shumë I mirë I Lukilit. Fernando. Lushkja. Alijev. Edhe njerë, Regi Lushkja, tashmë së bashku me Balajn.
krye gola shënuesit e kampionatit me plot 14 gola. Një super sezon ky i Lushkjes. Ujka dhe Ndreca ndjekin me 5 gola tek Ignatja. Aleksi. Top drejt kraut të djathtë është Kasa që largon në rivënjë anësore. Ka më shumë iniciativë, është më prezente Ignatja në gjysmëfushën e kundërshtarit, por ama rastet më të rrezikshme Mikael Basani. Tjetër rivënjë anësore. Tjetër mundësi për të nisur Cage në kundër sulm. Është i vetëm pret përforcime. Blaise Cage, shikoni këtu triblimin Dehës ndaj Dylis, që vjen dhe bën me njëra autokritikën, e mbyll goditje nga këndi. Vjen arkimi drejt zonës, largohet Lukili. I vjen Kasa nga prapa. Këmbgulës Lukili, por i merret topi. Prodhon të shmëtniset e Ignatja. Pasimi drejt Lushkjes është pak i fortë. U vënua ndalje Totoshi e më pas Dros vendosi të largoj. E ka nduar dëshmën Totoshi dhe sigurisht nuk ishte një pasim i vullnetshëm. Mund ta kontrollonte me duar Lila. Shtyn mirë përpara, më pas falli i Ujkës, ndëshkohet me karton të verdhë, i dyti pas Alijev për mbajtjen me duar të kështarit. Fernando. Ka një faul ndaj tij. Dylis. Fangaj. Lukili. Dylis e fiton duelin pa faul. Zenullaj. Nuk ka faul, i merret topi nga Lila.
Ujka. Gabonaj durin sakt Fangaj për të mos lënë atë top të shkoj tek Lukili. Ndërpritet dhe pasimi i Aleksit gjithsesi është sërish në zotërim ai. Sergio Ujka. Redi Kasa. Lushkja. Fangaj. Vjen harkimi drejt zonës. Zeinullah në krahun tjetër. Është Lila që edhe këtë rrallë fiton topin pa faul, dukshëm në përtej linjës. Sage vijon aksioni gjithsesi në fillim. Sage nuk e shmangët portierin tashmë, ngrihet Flamuri. Por ndoshta kanë përshtypjen që ky ishte nga ato pozicionet e dukshme për të respektuar protokollin. Arbitri ansor duhet të jetë plotësisht i bindur për të ngritur Flamurin. Fangaj. Ujka. Zeinullah. Dylis. Gjen sakt Ujkën me të parën, pasimin për Guindon që ul për Fangajin, që më pas gabon. Shohim nëse ka prit apo jo Lila. Por gjyqtari ka sinjalizuar pozicion të parregullt. Ndoshta i Guindos në momentin e parë. Ujka, dueli me Joel. Dylis shkelmo në fort drejt Guindos, është Olberkis që largon më pas Fernando, përmend të mbaj ende Ignatja në gjysmë fushën e kundërshtarit. Këtu Kasa i hapi rrugë topit që nuk shkoi tek Fangaj. Përvon Elbasani, Klevis Kasa, triplon bukur Aleksin, më pas përvon të shty vetë përpara, pasimi i mirë për Qosen, është në qendër, Cage, shansi ideal, Cage, dalet nga Dajsinani, por ka pasur pozicion të parregullt për të ngushëlluar se do pak Sagen dhe të gjithë tifozët e Elbasanit, mendoj. Tjetër mundësi shumë e mirë në cilën ai nuk e kryen siç duhet detyrën e sulmuesit. I dyti shans që fal. Do duhet shohim nga një përsëritje e mëvonshme pozicionin në këtë zbritje të rrezikshme të Elbasanit. Mund këtë qenë pozicioni jashtë loje, kam përshtypjen Qose që në nisje. Guindo për Zeinullah. Alijev përvon të ndroj krahun e lojës, është shumë i fortë, i top, i pamritshëm nga Redi Kasa. E shohim edhe një herë aksionin e Elbasanit në limite, ndoshta qose edhe nuk ka qenë e vështirë për të kuptuar edhe këtu pozicioni, ndoshta në rast se realizonte Sage do të shihej më pas me kujdes nga sistemi VAR. Sage shmang Dylis, më pas i vjedh dhe këtë faul kundërshtari.
Klevis Kasa, vjen topi drejt zonës, largohet prej aty. Sage, Qose, vjen aksioni i gjatë i Elbasanit, Lila, zona e kërësimit që vjen në zonë me kogoditja, shkon rrjet, realizon Elbasani, 0-1, minuta e 42, pak e vështirë për ta shjuar goditsin final, ndoshta Henry Joel, por nga përsëritja do të krijojmë një ide më të qartë, ajo që vlen është ky gol shumë i rëndësishëm për Elbasani në minutën e 43. Këtë rrallun poshtë Dajsinani. Nuk mund bënde më asgjë. Goli me gjas. Do të jetë i Joel. Ta shohim edhe një herë goditja e tij e pastër. I realizon ish skuadrës e tij, Henry Joel. Krosimi shumë i bukur në zemër të zonës. Kishte 4 futbollistë në zonë e Elbasani për shfrytzuar atë krosim dhe ja dolën më së miri. Fangaj. Alexi. Fernando. Fangaj. Ndërhyn saktë Olberkis, Qose, provon nisë me njerë Cagen. E kthen prapa saktë për Kerim Lukilin, por pozicioni i Cages në nisje ka qenë i parregullt. Fernando. Kasa. Shmang bukur Klevis Kasa, më pas gabon pasim Qose me njerë për Joel. Ka hapësira në prapavijën e Ignatiës, ku Joel mund të jetë rrezikshëm me shpejtësinë e tij, heziton disi, u vonua shumë, ja humbi befasinë e aksionit, gjithsesi shërbeu sakt për Qosen. Klevis Kasa. Vjen topi drejt zonës, 0-2, Loik Blaise Çage. Tashmë është e treta e vërteta për të, kurse si nuk mund gabonte më. 0-2 Elbasani. Tjetër aksion, zbritje e shpejtë, pasimet sakta. Pasimi final shumë i mirë nga Klevis Kasa në zonë. Provon t'i mbaj me këmbë në tokë Gvozdenovic. Të shojmë dhe njërë. Pasimi i mirë i Kasës dhe një penalti në lëvizje. E ndali më parë Dajsinani, por këtë radhë ndoshta ka dhe ai një dozë përgjegjësie në pësimin e këtij goli, mund bënte më mirë. Dhe e mbyll këtu Erion Bastari. Nuk mund mbyllej më mirë se kaq për Elbasanin, kjo pjesë e parë me 2 gola në 3 minutat e fundit me sulmuesit, pikërisht ata që i kishin munguar në gjithë këtë javë në takimin me golin e gjejnë si Joel, ashtu dhe Sage, një avantazh i konsiderueshëm, të cilin do duhet ta ruaj për gjatë pjesës së dytë. Një pushim i shkurtër, miq të RTS Sport dhe pas pak sërish bashkë. Sërish bashkë, miq të RTS Sport, bëhemi gati për pjesën e dytë mes Ignatias dhe Elbasanit. Një pjesë e parë vërtet goxha interesante që u mbyll me 2 golat e Elbasanit.
të realizuar nga Joel fillimisht në minutën e 43 dhe 2 minuta më vonë Blaise Tsage. Një avantazh i dyfisht i rëndësishëm për Elbasanin me Tetovën që vendos të ndërhyj në këtë start të pjesës së dytë. Duket se është larguar Ujka për Votlajn dhe Bakayoko për Redi Kasën. 2 ndryshime me njerëshme të Tetovës. Vjen sjellëzimi i gjyqtarit Bastari, nis kjo pjesë e dytë me topin e parë që luajnë vendasit. Kemi dhe zhvendosje taktike, paktën në këtë vendosje fillestare, duket se ka kaluar në mbrojtje me 3, me Aleksin që është postuar prapa. Tetova gjithsesi më shumë do të kuptojmë për gjatë minutave. Faul i fituar këtu nga Regi Lushkja. Vjen Ergimi Lushkjes, largon Tsage. Aleksi. E kthen prapa tek Dajsinani. Top drejt sulmin që ndërpritet nga Klevis Kasa. Kemi dashmë këtë rivënjë njësore. Ndronduar tashmë rivënja. Aleksi. Prapa tek Dajsinani. Tsage. E lë për Kasën. Është Joel në zonë krosimi. Të rrallë zotron duar Dajsinani. Fernando e kthen prapa. Me Kok Lila. Zenullaj e mban brenda vijeve, por ka një faull të Bledar Lilas. Bakayoko. Pasimi drejt krahut të djathtë ku Lila mbron të rivënjë anësore. Ekzekutimi i çuditshëm i rivënjës anësore. Ndronduar tashmë. Lila. Me kokë Dylis, provon dhe njëherë Elbasani, mund t'i rrezikshëm këtu Lukili. Vonohet shumë marokeni, i merret topi pa faull. Lushkja. Pasimi drejt Bakayokos që del bashkë me topin jashtë virës anësore.
Aleksi. Votlaj. Ka një faul ndaj Guindos këtë herë. Që skem kjo e Ignatias, topi drejt zonës, godit me njëherë, Votlaj nuk ka pasur devijim, vetëm rivjenje vendore. Edhe një reakcioni që u përmbyll me goditjen e Votlajit. Fanga. Votlaj. Pasimi i gabuar. Sage fiton këtë faul. Për mund të dalë Ignatia, por sërish me një pasim të gabuar, nxehtuar Zeinulaj. Bakayoko. Sërish Zeinulaj. Fernando. Përbën të zhvendos lojën nga djathta e bën sakt Fangaj. Aleksi për Fernandon. Zhvendoset më në qendër Aleksi, më pas pasimi drejt Bakayokos. Mbyllet sakt nga Olberkis. E dorëzojnë shumë shpejt topin miqt. Votlaj. Mbet ekuilibrin dhe çon dëm këtë pasim drejt Zeinulajit. Qëndron gjatë gjithë kohës me udhëzimet e tij Gvozdenovic në 16 ndeshje në historinë e Elbasanit, 5 fitore, 7 barëzime dhe 4 humbje. Një mesatare pikësh dukshëm më e madhe me Elbasanin sesa me Skënderbeu në po të njëjtin numër ndeshjesh. Ka një mesatare 1.38 pikë për ndeshje me Elbasanin, e kishte 0.87 pikë me Skënderbeun. Të duket se ka pësuar një tërheqje Arsen Kasa dhe me gjas dëmtimi mund të jetë i rënd edhe për të mos e vazhduar sfidën. Të shohim. Çaqi, Gava, Lejthia, Zegomesh, Halili, Beloj, Ibrahima Diallo dhe Amarildo Gjoni, opsionet për Gvozdenovic. Vetëm Gava mund të ingjestoj në profil në mesin e fushës Kasës. Nëse ai nuk ja del për ta vijuar sfidën.
Shojmë nëse do ta tentoj rifutjen. Jo, mëse duket është larguar drejt Stolit dhe tashmë po mendohet zëvendësimit. Shojmë fillimisht krosimin drejt zonës në shtyllën e dytë. Nuk mbrihet ai top nga Lulaj. Do t'jetë pikërisht Orgest Gava që do të marrë vendin e kasës. Zëvendësimi parë është detyruar për Gvozdenovic Lushke. Ka shumë hapësirë në krahun e djathtë, vendos se t'i shfrytëzojë tashmë Fangaj, pasimin qendër për Guindon që nuk e ul siç duhet, më pas Lushka topi devijohet dhe shkon lehtësisht në duart e Totoshit. Dueli shpejtësisë me Cage që provon t'i bezdis deri në fund. Dy qendrat e mbrojtjes të Ignatias nuk e ka dalë dot, vetëm rivënje fundore. Fillimisht Gava hidhet në fush. Aleksi. Pasimi drejt Bakayokos me të parën për Regi Lushken që provon ta mbrojë topin dhe fiton këtë faull shtuar nga Gava. Shojmë dashmë çdo të cilë krosimi i Fernandos. Vjen reagimi drejt shtyllës dytë me kokë, realizon por në pozicion të parregullt. Sumajle Bakayoko. Mbetet pezull festa e Ignatias. Dhe të shojmë sistemi VAR do të konfirmoj saktësinë apo jo të vendimit të gjyqtarit ansor në këtë moment. Krosimi mirë i Fernandos. Ta shohim. Kam përshtypjen që ka marrë vendimin e saktë. Ansori nuk është dashur shumë kohë dhe për sistemin VAR që ka konfirmuar që goli bie poshtë, nuk qëndron. 0-2, vijojmë në 58 minuta. Olberkis se kthen tek Totoshi. Rivënja ansori takon vendasve. Aliyev, Zenulaj, Guindo, Fernando për Zenulaj, pasimi i gabuar. Shumë pasime të gabuar në fakt sot tek Ignatia. Rall të ndodh që të shohësh të tillë problematik. Aliyev, Fernando, Bredar Lila, Votlaj, Fernando, pasimi drejt Regi Lushkes. Guindo një prekje e tij, nuk e kryen dot siç duhet spondën për Bakayoko në krahun tjetër. Cage, pasimi drejt Joel, jo siç duhet me dy listë që mbyll sakt. Aleksi në krahun e djathtë Fangaj.
Provon me njerë topin drejt sulmit. Pasimi për Bakayokon. Drejt është shtyllës dytë, ku vjen Zeinulaj pak me vones. Topi lërgohet në fund nga Lila. Ta shojmë dhe njerë topin që u futë në zonë nga Bakayoko, por ishte në kovones Zeinulaj, këtu Fernando. Ka fituar këtë faul, shkaktuar nga Breder Lila. Edhe njerë momenti. Tek topi Regi Lushkja. I ullët, rrezikshëm në shtyllën e parë Cage. Madje nuk ka as këndore, ka qenë dhe me fat. Sulmuesi Elbasani, që prekja e fundit duket se ishte e kundërshtarit. Këtu nuk e kontrollon siç duhet Joel. Ke pasur pozicion të parregullt këtu për Cagen. E nis me një regnatja me Votlajn mes dy kundërshtarëve. Fangaj. Lexohet nga Lulej vertikalizimi i tij për Bakayokon Cage. Jo mbet dhe i kontrolin. Votlaj. Lulej prapa me Totoshin që shkelmon drejt mesit fushës. Ka një faul tashmë, shkaktuar ndaj Cages. Dukshëm shkon të këmbët e kundërshtarit të Votlaj në kovones. Ndërsa këtu pozicioni më hershëm jashtë lojë i Cages që qëndron edhe ky. Ergonaliev me kokë. Zeinulaj. Duelin me Dros e largon jashtë vijave anësore me sfëshorje Elbasanit. Provon të nxitoj Zeinulaj, por ka shtyrë përpara më shumë metra siç duhet. Aliev. Në vështirësi nga përsingu i Joel detyrohet të luajë prapa me Dajsinanin. Joel. E mbet topin pa faul. Fernando. Provon të nis Grindon, edhe një Lulej sakt në mbyllje. Lukili.
ka hapësira në kraun e djathtë. Por preferon të nxjerrë topin jashtë zhvije sensore për shkak se ishte ende i shtrirë në fush Joel. Tu është momenti ku ka mbetur i dëmtuar në duelin me Aliyev. Fair play Ignatias që kthen topit tek kundërshtarët. Lën pas 20 minuta në këtë pjesë të dytë, shumë e vakët në reagimin e saj Ignatia me Elbasanin që po menaxhon qetësisht avantazhin e dyfisht. Aleksi. Aliyev në krahun tjetër. Zeinulaj. Vjen arkimi drejt zonës. Në krahun tjetër Lushkja. E kthen në qendër, më pas tashmësh Lushkja shman kundërshtarin, më pas e djathta shkon jashtë. Nuk ka pasur devijim, vetëm rivënje vendore. Bëhet gati dhe Jahaja. Do të largohet Guindo. Luajti për disa minuta me të dy qendër sulmuesit, Tetova, që është ka preferuar më herët, tashmë aktivizon Jahajen, që është më shumë një sulmues krahu, apo një sulmues i dytë. Vjen largimi Fernandos. Largon Lulej. Ka pasur dhe pozicion të parregullt. Aleksi. Tu provon nga distanca Cake, që vinte nga pozicioni jashtë loje. Dulisa. Aleksi. Fangaj. Rrezikoi disi, por e shpëton vëshillimin e gjyqtarit për faul. Lushkja. Jahaja. Kontakti parë me topin. Votlaj. Fernando. Aliyev. Edhe njëra i Votlaj, tjetër pasimi gabuar, Cake, pasimi drejt Qoses që fiton këtë faul. E i preku topin, Fernando shkoi te këmbët e tij dhe ndryshkohet me karton të verdhë braziliani.
top pa adres që shkon drejt në duart e Dajsinanit. I përket Elbasanit, kjo rivënjë ansore. Do zhvendoset pak metra më përpara tashmë. Po shkon drejt humbjes së dytë në shtëpi në këtë kampionat Egnatia. Është mundur vetëm një herë nga Partizani në shtator. Ka ende gjithsesi 20 minuta duke llogaritur edhe shtesën për të shmangur këtë humbje të dytë. Fernando. Alexi. Vështirësi, u mbet topin dhe i qose. Preferon pasimin kraun e djathtë për Joel. Shmang Dylis dhe kartoni verdh për qendërmbrojtësin e Ignatias. Ndërsa tek vendasit Zeinulaj dhe Fernando i bëjnë ftesë gjyqtarit që duhet komunikojë me sistemin VAR për episodin që ndodhi në zonën e Elbasanit. Në fillim të këtij aksioni, në momenti për të marrë minuta dhe për Jonathan Leithian, shohim nëse është Joel që largohet. Një ndrim kok me kok, largohet autori i golit parë, Henry Joel për Jonathan Leithian, që ka qenë ai më së shumti titullar tek Elbasani. Në këto ndeshje të fundit me performanca pozitive i ka munguar vetëm goli. Lila. Gabon pasim, Bledar Lila. Gjithsesi Dros rikuperon dhe ai gabon pasim dorëzon vetë tek Fernando. Jahaja e mban shumë topin, fiton vetëm rivënjë ansore në fund. Edhe një regjia propozon momentin e ndryshimit me karton të verdh të Dylis, ndërsa në krahun tjetër ka një karton të verdh për të sapo futur në fushën e lojës Leithia për një kam përshtypjen lëvizje të topit nga zona ekzekutimit, asaj goditi dënimi pengoi Fernando. Dylis. Votlaj. Ka ndryshuar vendet duket Tetova, Aleksit dhe Votlajt, ka kaluar dashmë Votlaj në treshën e mbrojtjes me Aleksin mes fush. Zeinulaj. Alijev. Rikuperon Lukieli. Leithia, dueli i shpejtësisë më pas për i driblimin e parë, më pas fiton këto rivënjë ansore me presingun e tij tek kundërshtarët. Këtu është momenti i ndëshkimit me karton të verdh të Leithias, që tashmë shkakton këtë faul ndaj Alijev, që ngrihet më njëherë për të mos humbur të tjera sekonda. Votlaj. Fangaj. Aleksi. Lushkja.
Lushkja bën Lushkja në pasim. Dalja e Dajsinanit. Provon dhe njërë Elbasani. I ka humbur ritmin e pjesës parë loja. Në këtë pjesë të dytë, sigurisht i shkon për 7 Elbasanit, që po mbron qetësisht avantazhin e 2 golave, ka dhe pak nervozizëm tashmë me protagonist Gavën, Lushkjen dhe Aleksin. Ky top i gjatë drejt sulmit, del Totoshi, e bën të tij në topin. Aleksi topi prapa, Lethia nuk përfiton dot, është Dajsinani ai që del dhe korrigjon gabimin e Aleksit. Kasa. Shmanget bukur, më pas fiton të goditje nga këndi. Një tjetër ish i kësaj sfide do t'jetë në lojë pas pak Leo Melo. Është larguar Regi Lushkja. Një hije sot ndërsa këtu të shohim gjithë futbollistët kanë përshtypjen, njëri nga tifozët është rrëzuar nga tribuna. Kërkohet me njëherë ndihma e stafit mjekësor dhe ambulancës dhe urojmë dhe shpresojmë që mos ketë asgjë serioze. Tashmë nuk mund flitet më për lojën e luajtur. Ka qenë Bakayoko që e vuri re fillimisht i pari. Afrohet me njëherë ambulanca për t'i ardhur në ndihmë tifozit. Sigurisht tashmë të gjithë jemi në ankth në këtë episod. Shpresoj mos ketë diçka serioze. Për tifozin e Ignatias, që është hipur tashmë në barrel dhe sigurisht do transportohet në spitalin më të afërt. Dhe urojmë sigurisht shërim sa më të shpejt.
Ndërkohë shoh edhe një futbollist e Elbasanit që është i shtrirë në fushë. Shpresoj mos i dëmtuar nga ndonjë send i hedhur nga tribuna kryesore, ndërsa tashmë ambulanca të transportoi tifozin e dëmtuar që ra nga tribuna kryesore, që kam përshtypjen ka një gjatësi për 2 metrash me fushën e blertë. Për afro 3 minutash nuk luhet. Loja, kam përshtypjen, nuk do të vazhdoj, ndoshta futbollistët e Ignatias kanë preferuar që të mos e vazhdojnë në pritje të një lajmi, kam përshtypjen, pozitiv për gjendjen e tifozit. Tashmë të dyja skuadrat afrohen drejt pankinave respektive, vendim që mbështetet edhe nga tifozët në tribunën kryesore, ndërsa presidenti Ignatias Demerosi tashmë do zbres pranë skuadrës, sigurisht për të kërkuar informacion për gjendjen e tifozit të rrëzuar nga tribuna në këto 80 minuta lojë. 0-2 Elbasani po shkon drejt një fitore të rëndësishme në luftën për Final Four dhe për të ushtruar trysni tek Partizani. Distanca tashmë shkon vetëm në 1 pikë, në 46 pikë Elbasani, 47 Partizani, dhe në pritje të derbit të kryeqytetit që do të jetë në orën 20 pas sfidës, do të jemi me super gol, me Yger Tasakon, me intervistat e protagonistëve të sfidës son, por dhe me një mbulim special të prag derbit me lidhje direkte për të përcjell atmosferën çdo grimës të derbit të kryeqytetit. Është ajo kryefjala e kësaj jave dhe sigurisht qershia mbitort për të mbyllur javën e 33. Më pas do të jemi në 3 javët e ardhshme me sfidat që do të luhen të pesta në një orar, duke nisur nga e shtuna. Gjitha sfidat do të luhen në orën 15:30. Elbasani pret Bylisin, Ignatia udhëton në kryeqytet për të ndeshur me Partizanin. Sfidë e fortë, shumë decisive, në fakt janë 2 në luftën për mbijetesë, si Skënderbeu Tirana, ashtu dhe Teuta Laçi, ndërsa sfidë po aq e rëndësishme edhe ajo për vendin e dytë, që vlen shumë për Final Fourin mes Vllaznisë dhe Dinamos. Regjia propozon edhe një herë golat e kësaj sfide. Fillimisht Joel me kokë, kërceu më lart se gjithë, sulmoi me forcat shumë të zonën Elbasani dhe u shpërblye me golin. Ndërsa ky është goli i dytë i realizuar nga Cage pas pasimit të mirë të Klevis Kasës.
vendosen në pozicionet e tyre, gjyqtarët kanë përshtypjen që një lajm i mirë fatmirësisht duhet këtë ardhur për gjendjen e tifozit. Sigurisht ju urojmë shërim të shpejt. Kjo është diçka pozitive, futbollistët janë rikthyer në fushë dhe do të vijojë loja. Kanë përshtypjen tashmë. Loja do të nisë me një goditje nga këndi. Ende do duhet presim pak. Nuk e dhënë sinjalizimin e tij gjyqtari Erion Bastari. Për Cagen, ky ishte goli 6 sezonal. Më mirë se ai tek Elbasani kanë bërë Emiliano Musta dhe Arsen Leshi. Që ndërshënuesi tjetër që vijon të jetë i dëmtuar. U dëmtua dhe humbi një pjesë të konsiderueshme të ndeshjeve të këtij sezoni, ndoshta në momentin më të mirë ku po shënonte radhazi në disa ndeshje. Ndërsa për Joel, ky ishte vetëm goli i dytë në këtë sezon. Skuadra e Elbasanit përveç Bylisit do të pres Vllaznin dhe më pas në javën e fundit do të luajë sfidën ndaj Partizanit që nëse do të jetë distanca e tyre në më pak se 3 pikë, sigurisht do të jetë një ndeshje vërtet shumë e fortë. Tashmë sigurisht pritet të vinë një ambulancë tjetër, sepse pa prezencën e një ambulance në stadium, loja nuk mund vijoj. Dëshmar konfirmimi për gjendjen e stabilizuar të tifozit të dëmtuar dhe në pritje të një ambulance tjetër. Futbollistët kryejnë pasime me njëri tjetrin për të qenë në formë për të përballuar dhe minutat e mbetura, ndeshja është ndërprerë, mos gabohem, tek minuta e 78 janë shumë minuta për të rikuperuar. Për Egnati janë gjërat duken më thjeshta në fundin e këtij sezoni. Me një distancë sigurie prej 6 pikësh me vendin e tretë që është Vllaznia. Do të luajë ndaj Partizanit ndeshjen e ardhshme, më pas pret Skënderbeun dhe në mes ka dhe përballjen e kthimit të gjysmëfinales ndaj Partizanit. Dhe për ta mbyllur në Niko Dovana ndaj Teutës. Është komunikuar dhe nga spikeri i stadiumit që është konfirmuar që gjendja e tifozit është
e mirë jashtë rrezikut për jetën. Dhe tashmë do të bëhemi gati për të nisur me këtë goditje nga këndi. Vjen ndërkimi i qoses i fortë, Dylis me kokë. Për gjumet, Lukili i vjen Bakayoko nga prapa. Zenullaj. Aleksi. Alijev. Votlaj fiton këtë duelin me Cagen. Alijev. Zenullaj. E kthen prapa Alijev. Aleksi. Votlaj. Dylis. Zhvendos lojën në krahun e majt për Zenullajin, ka pranë Leo Melo në shërben. Melo fton dhe njërë Zenullajin, kryesimi drejt zonës Bakayoko. Shkurt azime Leo Melo, decisive, por ka penalti. Ka penalti sipas gjyqtarit Bastari. Do duhet ta shohim. Ishte pranë aksionit në fakt gjyqtari, në pamje të parë u duk sikur shkoi tek topi. Në këtë moment Lulaj regjia e propozon nga gjitha këndet e mundshme. Tashmë një gol i Fernandos nga pika e parë e penaltisë do t'i bërë të gjërat edhe më interesante në minutat në vijim, cilat do t'jenë të shumta. Vjen komunikimi i gjyqtarit me sistemin VAR ku ndodhet Olsit Ferataj. Penaltia kanë përshtypjen është konfirmuar nga gjyqtari, është komunikuar dhe futbollistëve. Kanë mbetur i dëmtuar Lulaj. Ka marrë përsipër tokin Fernando, të shohim, duket se vijon ende komunikimi i gjyqtarit Bastari, ende nuk e ka konfirmuar penaltin me së duket. Shme përvojnë të dyja palët tek Egnatia, kërkojnë me ngurën konfirmimin. Tek Elbasani eftojnë që të konfirmohet dhe është konfirmuar 11 metrëshi, është konfirmuar 11 metrëshi. Do ta marrë përsipër Fernando. Goli i tij i fundit, në fakt dhe i vetmi i këtij sezoni.
ai ndaj Vllaznis 2 javë më parë. Një episod decisiv i kësaj sfide. Fernando përballë Totoshit, niset braziliani, provon, si gjithmonë me panengën e tij, është i saktë. Fernando Medeiros. 1-2 Egnatia. E ka provuar dhe në shkuarën dhe e bën sërish me saktësi Fernando. Ekzekutim perfekt i tij. Rihapet sfida. Nxiton Egnatia tashmë. Votlaj. Me njërë topi drejt sulmit në zonën e Jahajës. Aleksi. Alijev. Zeinulaj. Bakayoko sponda me kokë. Me pas Aleksi Jahaja. Fangaj. Ndorim për një moment kasa, sërish Egnatia. Fernando. Topi drejt zonës, Bakayoko provon të ullë për Jahajën. Ngulmues kjo aksion, Zeinulaj dhe njerë për Jahajën. Çfarë shansi? Pak mbi kuadrat. I afrohet shumë golit të dytë Egnatia. Me kokë Fernando, më pas Dros, Lethia, provon të ullë drejt qëndrë, sakt për Qosen. Edhe njërë dueli mes Lethias dhe Alijev, fiton këtë faul, mbrojtësi i Ignatias. Provon të nxitoj edhe njërë Ignatia, ka një faul tashmë. Vjen ndërkimi drejt zonës me kokë goditja e Alijev që pretendon se nuk ishte e tija për e fundit. Ka një karton të verdh për Jahajën për protesta. Gati zëvendësimet tek Elbasani, Gjoni dhe Qaçi. Do t'i dhënë fush. Largohet Qose. Qose dhe Cage. Shton forcat në mbrojtje tashmë Gvozdenovic. Lethia për Gjonin, me njerë në kontaktin e parë me topin, me një shtyrje të lehtë nga Alijev që me zgjuarësi e fiton këtë rivënjë anësore. Aleksi edhe njerë për Azerin Alijev që këtë radhë fiton faul.
topi përpara drejt Jahajës në duelin me Bruno Lulaj në faul i kapitenit. Jemi gati në 11 minuta shtesë, por kam përshtypjen që ende nuk është rikuperuar e gjithë koha e pauzës në lojë, e më pas do të kemi edhe minutat shtesë të akorduara nga gjyqtari. Të paktën dhe 5 minuta lojë do të jenë, kam përshtypjen. Shohim krosimin Bakayoko, topi drejt qendrës, largon Gjoni. Aleksi. Në krahun e djathtë Fernando. Vjen krosimi, Olberkis, më pas Leo Melo e djatha, mbi kuadrat e Melos. Edhe ai pretendon se ka pasur një prekje që Bastari nuk e ka vënë re. Përgon të fitoj sa më shumë sekonda tjetë e mundur. Totoshi. Melo, Jahaja. Edhe njërë Leo Melo, Zenulaj. Sërish për Melon, vjen topi drejt zonës i ullët Olberkis. Nuk largon si duhet, e më pas me fat Elbasani këtu, e top shkon drejt Totoshit. Alijev me kokë për Albano Aleksin. Zenulaj. Tashmë nga ky moment e prapa do të kemi edhe 5 minuta të mbetura shtesë të akorduara tashmë nga gjyqtari 4 Andi Koçi. Lukili. Pasimi drejt Lejfias, i mbetet ai top në përkëmbë, nuk e udhëheq dot Votlaj. Për Jahaja, dhe njërë dueli mes tij dhe Lulajt, del fitues kapiteni Elbasanit. Sakt Lejfia. Kasa. Dylis për Votlaj. Fernando. Kapsira në krahun e djathtë për Fanga, vjen arkimi në zonë Olberkis, më pas Totoshi e zotron. Ka probleme për Olberkis. Nuk mundi do të Bakayoko bënte diçka më shumë në këtë episod. Nervëzuar duket Aleksi me gjyqtarin e 4 shpret pak kënaqësi për disa vendime që janë marrë dhe me gjast tashmë do të ndëshkohet me karton të verdh i pashmangshëm. Gati për të rifutur fush Olberkis.
Rivenjanësorët është përndërënduar. Alijev e ktheh prapë. Bakayoko me kokë, më pas është Lulej që largon Lukili. Gjoni. Ka fault Aleksit, mesin e fushës, pikërisht ajo që i duhej Elbasanit, sekonda frymarrje dhe për më tepër topin zotrim. Lethia, vetëm sa e mban brenda vijave e dorëzon tek kundërshtarët Fernando. Kemi në minutën e fundit, ndoshta mund kemi dhe pak sekonda shtesë mbi shtesë. Me kokë Bakayoko vetëm e dërgon tek portieri. Pa mundur do ta ul siç duhet as për Melon dhe as për Jahajen. Alijev me kokë. Të gjithë është në ankth e presin me padurim vërshëllimin e gjyqtarit Bastari tek Elbasani. Dhe mbyll këtu gjyqtari Elbasani merr një fitore vërtet shumë të rëndësishme në luftën e saj për Final Four me golat e Joel dhe Cage. Me këtë 3 pikë shkon në 46 pikë, vetëm një më pak se Partizani që do duhet të luajë sfidën e saj në orën 20 në derbin e Kurioqytetit. Ishte gjithçka miq të RTS Sport për këtë sfidë. Ndërsa unë ju lë në shoqërinë e Super Egol me Prag derbin me një mbulim special për sigurisht qershin mbitor në këtë javë të 33. Ju falenderoj shumë që na ndoqët nga unë Kevin Sula, mirë dëgjofshim.